Në shkollën e Minduraku në Gjakov deri në ora 15 kanë votuar 1905 persona, ndërkaq persona me të drejtë vote në këtë qendër janë gjithsej 9286. Në shkollën 8 dëshmorët në Kralan kanë votuar 286 persona deri në ora 15, të drejtë vote kanë 1192 persona. 636 persona kanë votuar deri në ora 15 në shkollën Gjergj Fishta në Bishtazhin, por të drejtë vote kanë 4101 persona. Shkolla Shaban Golaj në Lipovec ka regjistruar vetëm 197 votues deri në ora 15, ndërkaq të drejtë vote kanë gjithsej 1008 persona. Në shkollën Ganimetit Tërbeshi në Ponoshec kanë votuar deri në ora 15 557 persona, e të drejtë vote kanë 2941 persona. 5037 persona kanë të drejtë vote në shkollën Haxhi Hoti në Rogov, por vetëm 807 persona kanë ushtruar të drejtën e votës deri në ora 15. Shkolla Hamës Cena në Damjan, si qendër votimi, ka të regjistruar 4184 votues me të drejtë vote, por deri në ora 15 këtë të drejtë kanë shfrytzuar vetëm 559 persona. 118 persona kanë votuar deri në ora 15 në shkollën Kongresi Manastirit në Damjan, ndërkaq të drejtë vote kanë 578 persona. Në shkollën 7 Shtatorin në Gërçin, në listën e votuesve janë të regjistruar 1218 persona, ndërkaq 191 persona kanë votuar deri në ora 15. Në fshatin Shqiponj, qendra votimit 0224 në shkollën Dëshmorët e Kombit kanë të drejtë vote 815 persona, ndërsa deri në ora 15 kanë votuar vetëm 220 persona. Shkolla 2 Dëshmorët në Sheremet ka regjistruar 438 votues deri në ora 15 e me të drejtë vote janë gjithsej 2379 persona. 739 persona kanë votuar deri në ora 15 në shkollën Jah Saliu në Molliç, e të drejtë vote kanë 3829 persona. Shkolla Dëshmorët e Dushkajës deri në ora 15 ka regjistruar 254 persona që kanë ushtruar të drejtën e votës, ndërkaq të regjistruar në listën e votuesve janë 1110 persona. 248 persona kanë votuar deri në ora 15 në shkollën Zenel Sadiku në Babaj të Bokës, me të drejtë vote në këtë qendër janë gjithsej 1177 persona. Në fshatin Smolic, qendra votimi 0234 në shkollën Sulejman Vokshi ka regjistruar deri në ora 15 161 votues, 652 persona janë të regjistruar në listën e votuesve.